të dashur miq, sonte jemi si çdo të martën nga ora 22 deri pas mesnate. Në fillim kemi pra përshëndetjet bashkë, pastaj kemi orën e shkollës diturive kuranore, në shkollën e diturive kuranore, dhe pas asaj pra gjatë kësaj një ore ne lexojmë Kuranin në gjuhën shqipe me komentim letrar dhe lexim të rrjedhshëm në gjuhën shqipe. Kurani i cili nuk gjendet në shtyp, është Kurani shumë i vjetër, është i profesor doktor Feti Mehdiut, përndryshe njëri ndër Kuranet më të përpikta sa i përket përkthimeve, pasi që vetë profesori është ekspert i gjuhës arabe, pra nuk ka qenë një profesor i letërsisë apo ka qenë një njohës i gjuhës bosnjake, si që kanë përkthyer disa përkthime nga gjuha bosnjake apo në gjuha angleze kanë përkthyer Kuranin në gjuhën shqipe. Ndërka që ajo nuk shkon hiç, sepse 2-3 përkthime kur bëhen e humbë komplet kuptimin. Prandaj ky është Kurani nga Feti Mehdiu, profesor doktor Feti Mehdiu. Ju preferoj pasi që nuk ka në shtyp, për fat të keq edhe në aplikacionin e Androidit e kanë larguar që para 3 viteve ka qenë pra përkthimi i profesor Feti Mehdiut, ka qenë edhe në aplikacionet e Androidit, në për mobila, por me siguri dikush e ka kuptu vlerën e këtij Kurani dhe e kanë larguar për fat të keq. Prandaj unë kam shpreh dëshirën, masi që nuk kam mundësin me ribotu këtë përkthim të Kuranit, atëherë së paku ta lëm një vepër, pasi që jam letrare dhe ndoshta ju pëlqen i lexuari im si që bëj, dhe pse jo ta lëm një vepër kolosale dhe ju duke shëtitur me vetur, duke ecur në rrugë, i vendosni kufjet dhe çdo ditë e ndëgjoni nga 1 orë, 1 pjesë, pra 1 gjys të Kuranit. Përndryshe të dashur miq, Kurani i ka 300 fletë, pra 300 fletë dhe është i ndarë në 30 pjesë, që do me thënë 1 pjesë apo gjys i Kuranit përbohet prej një gjys i Kuranit përbohet prej 10 fletëve apo 20 faqeve. Pra 30 ditë, 10 fletë, 300 fletë. Pra për 30 ditë nga 1 orë me ja kushtu Kuranit, që i bie 30 orë as 2 ditë plota, pra që i bie 30 orë për 30 ditë ju keni me mundë me lexu librin e Zotit. E kot është që lexoni shkrime të ndryshme nga shkrimtar, nga krijues, nga romancier. Nëse ti nuk e ke lexuar Kuranin në gjuhën amtare së paku, sepse në gjuhën shqipe nëse lexon të ndriçohet mendja jote dhe fillon me besu ndryshe, me mendu ndryshe edhe me folë ndryshe, sepse Zoti flet përmes gojës tënde. Prandaj nëse lexojmë në gjuhën arabe ose së paku e dëgjojmë çdo mëngjes një sure Yasin apo një gjys të Kuranit apo një sure të shkurtër të Kuranit, e lexojmë në arabisht ose e dëgjojmë në gjuhën arabe, ajo na bjen lartësimin ton shpirtëror. Pra ne afirmojmë gjithmonë përsërisim fjalën e Zotit derisa ajo të na bëhet realizim. Në javë me mua sepse ja vlen ta dëgjoni fjalën e Zotit. Unë jam vetëm në shërbim të rrugës së Zotit, vetëm në shërbim të fjalës së Zotit. E lusë Allahun që të më falë gabimet e mia për ndonjë gabim që e bëj,
Ato e bëjnë nga vogëlsia ime, ndërka të mira që i dëgjoni, fjalët e mira që i dëgjoni, që unë mund t'ja interpretoj, ajo është nga madhështia e Zotit, sepse Zoti në Kuran në surën Muhammed thot, më ndihmoni mua që unë të ju ndihmoj juve dhe të ju forcoj këmbët tuaj. Pra është interesante, kur e kam lexu, merreni edhe ju lexojeni në surën Muhammed, verseti 7, kur e kam lexu këtë verset, kam thonë, o Zotë, pse Zoti po kërkon që na t'i ndihmojmë? A nuk e ka ai fuqinë e madhe? Por thot, më ndihmoni mua që unë të ju ndihmoj juve. Prandaj Zoti thot, unë dëshiroj që juve t'ju ndihmoj. Prandaj unë kërkoj nga ju që ju të jeni shëmbëltyr në tokë e fjalës time, jo Zotit. Sepse te krishterët e kanë keq kuptuar ndoshta, thot se njeriu apo Jezusi është shëmbëltyra e Zotit në tokë. Nuk mundet me qenë njeriu shëmbëltyr e Zotit, por sepse Zoti nuk ka fytyrë, nuk ka gojë, nuk ka sy, nuk ka duar. Prandaj Zoti mundet me qenë fjala e Zotit shëmbëltyr e tij në tokë. Prandaj në surën Muhammed thot Zoti i lartësuar, më ndihmoni mua që të ju ndihmoj juve dhe t'ju forcoj këmbët në rrugën time. Prandaj, është më e lehtë, si që thot Sheikh Albani, e thot një mendim që më ka prek në shpirt, thot është shumë më e lehtë të biesh shehid, se sa të jeton si shehid. Si shehid do me thonë dëshmor. Ti të jeton në këtë botë, para se me të ardha jo vdekja biologjike, sepse shahidat nuk vdesin kur, pra ti të jeton në këtë botë si shahid, si dëshmi, si dëshmor i fjalës së Zotit, është shumë më e vështirë se sa të jeton me të vdesësh, të biesh shahid në rrugën e Zotit. Prandaj të nderuar miq, edhe një zot i shtëpis, i cili del herët në mëngjes dhe shkon për me përfundu, për me kry një punë halali, dhe për me kry një punë halali, për me ushqy familjen e tij, duke mos e dëmtuar pronarin e asaj fabrike si përmarrje, duke mos i mashtruar të tjerët, ai në realitet ka kryer një vepër shumë madhështore, prandaj janë 70 lloje të ibadetit, pra të veprave të adhurimit, të cilat lloje të adhurimit, një prej tyre është edhe puna. Puna është lloji i ibadetit. Leximi, ikre, lexo në emër të Zotit tënd, i cili të ka krijuar. Lexo, pyet e veten, a e ke lexuar ndonjëherë një libër nga faqja e parë deri te faqja e fundit? Ju garantoj, sepse shumica më ka thënë, e para është kjo libër në jetën time, që e kam lexu me një frymë për 2-3 ditë, vetëm kom hangër bukja do punë thjeshta dhe e kam lexu prej faqes parë deri te faqja e fundit. Prandaj ju preferoj mos kurseni për libra, sepse libra vetëm nëse e djeg, librin vetëm nëse e gjun në deti mund të shkatrohet nga kripa ose nga zjarri, se për ndryshe libri sa më i vjetër që është, çaq më shumë është sevapit e tij, sepse ndoshta ti e lexon, po nesër e sheh gjyshin, e sheh nipi gjyshin duke lexu libër, e jo duke scrollit tan kohën, ose duke shiku tan kohën televizor, po e sheh nipi duke lexu librin, e sheh fëmia duke e lexu nana librin, babai librin, me siguri se dhe ata do të jenë dashamirë të librit. Prandaj,
ikre, lexo në emër të Zotit, Bismillahirrahmanirrahim. Kur e merr një punë me bo me Bismillahirrahmanirrahim, ti je duke bo vepër adhurimi. Çdo punë e filluar me Bismillah, ajo është e përfunduar për Allah. Prandaj, çdo punë që nuk fillon me Bismillah, është e vështirë, është e ngarkuar dhe nuk ka ndihmën e Zotit në atë punë, sepse ti nuk po e kërkon. Gjerisa thot Zoti, Udu jestejib lekum, më thirrni mua, unë jam aty. Sa i bukur është ky verset. Edhe kjo më ka bo me mendu. O Zot, tham, po pse na me thirr ty? Sepse e kemi na një gjë e cila i ka 5 shkronja, e në gjuhën arabe i ka 3 shkronja, në gjuhën shqipe i ka 5 shkronja, e që ajo gjë është që Zoti nuk e ka, e na e kemi. A thua, a mund të ma shkruni në koment, çka mundet me qenë ajo që Zoti nuk e ka, e na e kemi. E pse na thot Zoti, Udu jestejib lekum, më thirrni mua. Hajde ju lutem, shkruni, hajde, kush është i pari, do t'ja dhuroj një komplet libra. 20 euro e keni një komplet libra. Pra, këtë librën tim, edhe 4-5 a 7 libra tjerë. Prandaj, shkruni ju lutem, çka mundet me qenë ajo që na e kemi e Allahu nuk e ka. Hajde, çka mundet me qenë? Hajde shukrije për hajër të kohët. Hajde me 5 shkronja është në gjuhën shqipe. Nuk preket. Çka është një gjë që na e kemi e Allahu nuk e ka? Çka është një gjë? Me 5 shkronja. Hajde shkruna aty me 5 shkronja dhe do ta fitoni thuaje shahadetin. Eshhedu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Meli, atu rahatu zemra bre vlla. A motër çka je. Okej, hajde të dashur miq. Na e kem vdekjen e Allahu nuk e ka. Edhe kjo është e mirë, po diçka, hajde lidhne pakës me Udu jestejib lekum, më thirrni mua, unë jam aty. Çka është kjo? Çka mundet më konë? Lidhne të lumt, faleminderit Meli, u gëzofsh zemër. Hajde po ju ndihmoj, hajde ma shpejt ta fitoni qëtë librin, hajde këtë librin me, toni move sesion arabe, o Dardane jam une, Dardane, shqiptare Dardane, kërejt që ka kemi linë në trojet e Kosovës e Shqipëris, na jemi Dardane i lirë. Prandaj edhe Romi, edhe Turku, edhe Boshnjaku, edhe Sërbi që ka lindë në këtë tokën e Dardanis, e ka emrin Dardan. Hajde Medina, fillojani, hajde bre që pju të regoj, diçka që Zoti nuk e ka e na e kemi. Hajde po ja filloj, shkronja e farë është L. Hajde ma shpejt, kapeni dhuratën. Hajdeni. L. Kuku, qka u bobe kuku, stash kë, po L. Pra, qka ka një sen që Zoti nuk e ka e na e kemi? Bravo Vjolca, urime, s'po di be kum jam shu këtu duar trokitje, s'po di ku shkojnë duar trokitje, të është këtu një solucion. Okej, Vjolca, të lutem lajmërohu, 044 509-200, do t'a kesh dhurat këtë libër timin dhe do t'i kesh edhe 4-5 libra tjerë.
Prandaj lajmëroju në inboxën edhe këtu, mirë po ma mirë në telefonin tim zyrtar 044 509 200. Ajde ju lutëm për vjollcën duar trokitje. Të gjithë, ajde leta duar trokitje, i thjeshti, hajde i thjeshti, ajde bre ta gëzojmë pakës vjollcën, hajde bre se e diti, bravo Medina, ti e papar. Bravo vjollca, faleminderit edhe ty, hësë e bara. E kështu pra, Nikola, pse je kaq i hidhëruar me neve? Pse na ke dërgu këto figurat të djallit? Po na s'jemi të tillë. Na jemi me abdes, jemi si engjëllesha. Okej, të nderuar miq, veç po kalon koha, ne biseduam, u kënaqëm, vjollca të lutëm lajmëroju për këtë përgjigjen që e ke dhënë, pra, një gjë Zoti nuk e ka e na e kemi, ajo është lutja, sepse Zoti s'ka kujt t'i lutet, sepse ai vetë është, prandaj vetë është i ka të gjitha, prandaj ai na thot lutmuni bre, lutmuni, udu jestejib lekum, më thirrni mua, un jam aty. Pra, ky verseti kuranor lidhet me lutjen. Lutja, aq i mëshirshëm është Zoti i lartësuar, sa që thot, unë thot, çdo kujt do t'ja pranoj lutjen. Dikujt do t'ja pranoj me të parën. Dikujt do t'i them, prit se nuk është koha për ty. Dhe tjetrit do t'i them, prit se kjo lutja nuk është për ty, por do t'a jap një të mirë tjetër, do t'a bëj mendjen tënde që të lutet për diçka tjetër ma të mirë, sepse Zoti në Kur'an thot, ndonjëherë robët e mi kërkojnë atë që është e dëmshme për ta. E dëmshme për ta. Prandaj ne nuk dim çka është e mirë. Prandaj gjithmonë luteni Zotin, gjithmonë jeni me Zotin. Duke ngrënë, kur ngriteni në mëngjes, ngrituni me Zotin, shikojeni qiellin në dritare, hapeni dritaren, merrni ajrin që ja ka fal Zoti, pa pare, pa kurrë. Merrni ajrin, shikojeni qiellin dhe thoni, o Allah, faleminderit prej teje që edhe sot po e shoh këtë qiell, këtë dritë, po e shijoj këtë ditë. Dhe në mbrëmje, kur bim për të fjetur, e përtërim besimin tanë. Ne kemi thonë njëherë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Besoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, dhe besoj se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Këtë themi edhe thretë Hoxha muezini në minare, 5 herë në ditë, po shpeshherë ne nuk jemi të prirë t'i drejtohemi Zotit 5 herë në ditë, të bim në sejdë 5 herë në ditë, por së paku ta respektojmë, ta përtërim besimin tonë me ezanin e minarës, sepse në atë vend derisa minaret buqesin me emrata, ndihet zoni, derisa zoni i ndëgjohet në minaret e ati vendit, deri atëherë Islam ka me pas. Prandaj ishte një prift në Palestinë, në Beklehem, aty ku ka lind Isau, a.s. paqja qoftë mbi ta, Jezu Krishti, paqja qoftë mbi ta dhe nënën Maria. Pra, a i tha kështu, se ja kishin rëzu edhe atyre të krishterve kishën. Tash dëgjova edhe sinagogën e pas kanë rëzu, mirë po kjo është në Iran ishte. Dhe çka tha ky prifti, tha, ne krishterët dhe muslimanët, aq bukur, aq mirë jetojmë në Palestinë, jemi të bashkuar, nuk kemi probleme sa i përket fesë, sa që edhe nëse nuk mbetet asnjë minare në Palestinë,
tha edhe në qose nuk metet asnjë musliman në Palestinë, ne tha do ta thrasim ezanin nga kullat e kishave tona. Prandaj të nderuar miq, në një vend derisa ka ezane në minare, deri atëherë ka islam. Prandaj nëse ju në mbrëmje bini me flet duke scrollit telefonin dhe duke scrollit telefonin dhe nuk ktheheni, nuk e përtrini besimin tuaj, që para gjumit duhet me përtri besimin se nuk e dina kime ngrit ditën e nesërme, atëherë, kaloni ju lutëm knena, atëherë kur bim me flet, na nuk e di ma kemi me ardh, a kemi me arrit mu ngrit nga i gjumi, sepse gjumi i thonë edhe me shkencën e mjekësisë, thonë që është 90% që si vdekje, sepse shpirti shkon në vendin ku rrin shpirtat dhe në mëngjes kthehet prap në trupin tënd, prandaj duhet fëmijën kur ta ngrit nga gjumi, duhet të mia thirr shpirtin e tij me emrin e tij. E jo me njëherë mi fol se fëmija utohet edhe i madhi madje, po ja përmend emrin e tij, e prek nga dal dhe shpirti prap i kthehet në trupin e tij. Prandaj, gjatë ditës na e zbehim besimin ton. Ndoshta e dëgjojmë ezanin, po nuk kemi kujdes, as një shahadet nuk e thirrim. Por kur hym në dyshek në mbrëmje, mos bini me flet, por rrini spaku në dyshek, kështu, para Zotit, rrini pra me respekt para Zotit dhe lexojeni surën Bismillahirrahmanirrahim 3 herë. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Që do me thonë, thuaj, Allahu është një, o Zot, po kujt po i thot Zoti, Allahu është një. Unë e kam thonë, la ilaha illallah, po, Iqbale, ti e ke thonë, mirë po gjatë ditës ke bo vepra të cilat ta kanë zbeh besimin tanë. Prandaj Zoti thot, thuaj, kul, huvallahu ahad, Allahu është një, i vetmi, Allahu samet, Allahu është mbështetja ime. Nuk më duhet mu as shefi, as baba, as vllau, as burri, as gruaja, as kërkush nuk më duhet të jetë mbështetja ime, sepse mbështetja ime është më e madhe, është Allahu. Vetëm me ta e bëj miqësin, lidhjen e fortë, dhe Allahu bën mrekulli në nevojat dhe dëshirat e mia. Lam yalid wa lam yulad, nuk ka lindur kë, ajde ju lutem tap, të i thirasim edhe të tjerët, nuk ju kushton. Nuk ka lindur kë dhe nuk është i lindur. Wa lam yulad, as nuk është atë, as nuk është biri atit. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe ati, si ai nuk përngjan askujt, nuk ka djalë, nuk ka fëmijë, nuk ka vajzë. Baba i përngjan djalit, no. Ve lam yakul lahu kufuwan ahad, dhe ati askush nuk i përngjan. Ai është i vetmi. Kishim falendëru shumë, nëse donë. Dikush më ka shkruajt, selam motër, kam një problem, më është ndarë vajza nga burri që 5 muaj, me një fëmijë, gocën e kam shumë të mbyllur, nuk shprehet për asgjë, ai më ka kërkuar prap, s'di çka të bëj, a mundesh me më dhënë një mendim nëse do jap përgjigjen, kam frikë se po më mashtron ai djalë, po më mashtron qikën, a më ndihmon dot, po, faleminderit, po, do t'ju ndihmoj. Në kësi rast e shikoni se unë mundi mi lexu pyetjet që më kanë ardhur,
por normal numrin stregohet, emri stregohet, thotë kam një problem, do me thonë është nda vajza me burin që e 3 muj, gocën e ka shumë të mbyllur, edhe nuk shprehet për asgjë, e ka kërkuar prap mu kthy te buri, e tjera, mundi mi ndihmu, po këtu po drejtohet baba. Tash pak është problematike, por sepse problemi nuk është te baba, po te baba vetëm e ka frikën se mos po e mashtron, nëse kthehet edhe njëherë mos po e mashtron vajzën, ndër normal është i shqetësuar prindri si prind, unë i thash tani jam në TikTok, nesër flasim nga ona 9, do të ndihmojmë me ndihmën e Allahut. Pra është në pyetje se unë e kam zyrën e dini për konsulta psikosociale, ma shumë ti për bashkëshort. E këtu është pyetje, do me thënë unë do të flas me prindërin, pra me babën, për me mësu ata se psikologjia moderne nuk të mëson, veç ti ndëgjon muhabetin edhe thot unë ta dhash një orientim ti gjeje vetë, o zotni, psikologjia islame të mëson, kështu bane, jo, bane qështu, provoje kështu, provoje ashtu, ajo ty vetëm ti zgjat seanca ti kanë bërë ka 30, ka 40 euro, fakultetet i kanë marrë me 6 e me 7, që aty me fakultetet private lidhje s'kan me kry edhe bëhen psikologa e tjera. Prandaj, psikoterapia pozitive, dyqyshu se unë jam konsultante për psikoterapi pozitive, mirë po edhe kam studiu psikologjin nga psikologët islam, musliman që janë, edhe gjithashtu e përzi edhe me psikologjia e Kuranit, pra sepse kemi na plot këshilla që vinë nga Kurani. Dhe përkundër atij profesionit të këta psikologët modern që thënë jo, ti s'pan mja të regu rrugën, se mandej thot, po tim ke thonë, o zotni, e gjen një mënyrë këtë rast, babën e vetë njerë me qetësu, se pak është problemi edhe te baba, sepse e vlati edhe baba edhe nona reflektojnë energji ankthi, energji frige, ndoshta mundët baba me i thonë prit pakës, okej, po lyp me u kthy, okej dhëndri jem, vajza jeme ka njëherë nevoj për qetësi, 3 muj pak janë, 4 muj e 10 ditë është veç ndarja që kur të donë më nda qika dhe burje dhe gruja, 4 muj e 10 ditë mundet qika me gruja me nejt të shtëpia burit, po nuk mundet me pas as marrëdhënie as kur gja. I thënë koha e i detit. Kështu që 3 muj është kur gja, s'ki nevoj me përhap kretë dynjas, sepse ndikon negativisht, energjia negative ndikon të nusja, të djali, të qika, të dhondri, lene pak, okej, dhondri jem, prit pak, s'ta këshyrim këtë qikën tonë, qa po bojmë, e tjera. Dhe masi të rahatoj unë njerë babën, pastaj du të me marrë qikën kadal, me ta me fol, me këshyr ku është problemi, e mandej mas qikës e marim edhe djalin, kadal, kjo është pra puna jeme si konsultante për psikoterapi pozitive dhe me këshilla kuranore dhe me këshilla profetike dhe krejt problemet, elhamdulillah, 90% i problemeve që e kemi zgjedh vetëm ai ka dash, se na jemi vetëm në shërbim të Zotit. Një rast shumë interesant që e kom shpëtu, jo veç një familje, po veç këtë rastin pju të rëgoj, është kur një grua 37 vjeqare, kati 40, ajo i ka pas 3 fëmijë, ma i vogli ka qenë 10 vjetë, tjerët ma të mdhej, në adoleshent, në kohë shumë kohë delikate për fëmijët, sidomos adoleshentët. Edhe baba nona kur kanë problem, ajo ma bëhet zi e ma zi për fëmin, edhe erdhë në zyret e unë, sa
Zoja Iqbal tha që kam një problem shumë të madh. Hajde thash inshallah Allahi na zgjedh këtë problem. Jo Allahi, po une që shtu e po që shtu, ai shkon me shami, si me mbules, zoj, tamam? Edhe mirë po kishte problemet e veta të fëmiris, problemet si të them, asaj mentalitetit patriarkal, që shkan me thënë shoqet, që ka me thënë daja, tezja, halla, ai nuk e këshyr ke problemin e vetë sa i shikonte se çka kanë me thonë tjerët. A problemi i zgjedhjes për të tjerët me fol mirë ishte te ajo. E tha, po çka ka bo, tha, kom kuptuar, tha që burri po e ka dhe një femër tjetër, tha. Ajo i tha pak ma ndryshe, dashnore, e tjera. Aleikum selam, zotri. Dhe thash, po sa i ki fëmijë që kaq, po ti çka po mendon, tha, ju, tha, une s'mundi me duru me pasaj dashnore, tha, ty lishfar femra, sende, okej. Thash, po ti çka, tha, une kom munda fëmijët kom i marrë, e fëmijët ku kemi marrë, e t'ja pagun, qiranet ma pagun fëmijëve, sende, tamam, thash, po çka, thash, nëse burri nuk mundet me pagu kur gja, thash, sa i ki këtë banesën, ta 2 dhoma i kom. Okej, thash, mja qitë që aty një more me improvizu, thash, një banjo, një sen. Jo, s'ka kur qysh mundësia, i ka pare, i mu kështu. Okej, zoj, thash, apo dënë, thash, ti me u bashku me ta dhe ai me të kërku falje, apo dënë munda. Jo, thash, që kjo e para ma e mirë. Atër, thash, dëgjo mu qka ki me bati. Une jam hoxhanesh, jam edhe psikologe, konsultante, po jam edhe hoxhanesh. Edhe thash, ti thash kime shku, a ki vjehër? Po, tha, jetojmë me vjerën. Shumë bukur. Thash, ti kime shku, edhe kimi thonë, asaj vjehrës, vjehra jeme, po më vjen keq, por djali jot është ka bon kurvëri. E Zoti në Kur'an, se ajo ish haxhike. Në Zoti në Kur'an thot, martoni të ndershmit me të ndershmit, lavirin me lavirën. E tha, une ku marr burrin tënd djalin tënd për të ndershëm, edhe mu nuk më lejohet ma shumë me net me ta. Masi kypi merr punët e mbrapshta. Dhe tha, fëmijët janë t'jujit, une që shëmsova. Thash, fëmijët jepja vjehrës e t'i këshyr të 3 fëmijët, ma i vogli jo 10, po ma i vogli ka qenë, duket 7 se kam disa raste. Edhe ti thash me islam, ki të drejt kur të duash mi marrë fëmijët, nga 1 javë, nga 2 javë, nga 1 vjet, në qësa është ma i vogli, e tjera, mirë po, fëmija du të me nejtë nër kulmin e babës. Tha, po qysh une për fëmijët jetën e japë. Jo, thash, ti shko, thash, shko edhe ta hekim që ta, shko thoja nanës të ndaj që ato fjallë. Se unë jam nana i dikujt. Pra, thash, ti shko thoj burit të ndë, okej, burri jem, masi po dhe ti ke vendos kështu, mos me kërku falje, mos mund dal nga kjo punë, unë e thoj ti që edhe unë po vendosi munda për ti, por fëmijët janë të tutë. Kështu pra, këtë mënyrë. Fëmijët janë, kanë me nejtë të shpia jote, sepse unë du mu martu, o zotni. Tash dul problemi ma i madhë, sa i mendoj se hajtë kjo, i merë fëmijët që ato ma të voglit, veçlit i rritë, aje bjerë gruën tjetër, e tjera. Kur ka shku të ky personit, gruja i thot burit, qështu, pe vendosim, masi ti s'po kupton, s'po nalesh në këtë punë të amoralitetit, atëheraj, kur ka shku me volë me atë dashurën që dënë me prish familje, a i thot, ajo, jo, mërë, thot, unë e fëmijët e tu kam e t'i këshyrë, qëfar ti, unë e ty po du, nuk ti du, unë e fëmijët e tu. Mandej kur e kanë po e sapin femra, si ajo, si kjo, po me këtë parën, normal i ka prish muhabetet.
Qka si ka thonë, qka si ka bo, normal që gruja kur ofendohet, kur rrihet, kur tradhtohet, ajo më nuk ka dashni për atë burr. Ajo është e kotë. Ajo mundet vetëm me jetu me atë burr, po dashni më nuk ka për atë burr. Në momentin kur e ke ngret dorën për me rreh atë grua. E shu që ju ka zbezot njës dëshnia me këtë gruën që ja ka bo 3 fëmijë, e ka dasht me përthëri dashnin me një grua tjetër, por ja që ajo gruja tjetër i tha, jo valla, unë e tha, nuk mundi me t'i këqyr fëmijët e tu. Po tha, kjo gruja jeme po donë mu martu. E po qështu e thot Islami. Islami e thot fëmijët do të me nejtë nën kulmin e babës, jo të nanës, sepse të shqiptarët është nder, edhe është morali madh edhe sevapi madh nëse e merr një grua dve e cilës i ka vdek burri, edhe ai kujdeset për jetimet, ja këshyr edhe jeton jetën me atë gruan. A nuk është të shqiptar tradit, tu e pas babën gjallë me arujt fëmit e gruas. Sepse plus, ku ta din ti qfar pedofili është ai burri i nonës? Prandaj edhe bohen vrasjet. Unë dëgjova që në Austri, pas ka vra burri ish gruan e tij, do më thonë veç kanë qenë të shkurërzu. Shiko, shkurërzimet kur po bohen, ato po bohen shumë lehtë qofse nuk kanë fëmijë. Por nëse kanë fëmijë, shkurërzimet po janë pak të vështira, po vinë edhe te fataliteti, te vrasja, te mbytja. Dhe 95%, 99% i tyre nuk vritën për shkak dashnis që kanë ndaj gruas apo ish gruas, po për shkak se gratë po i marrin fëmijët po i bëjnë si plaçk robrije, po i robrojnë burrat me dashurinë. Ato pi marrin fëmijët, vese milon të kulmi i babës vetë, pi marrin fëmijët, ande ato të moralshmet ngratat po plakën pa u martu, po krijojnë lloj smundje hormonale, ku ta di unë, të shëndetit, se normal është nevoj biologjike me pas një burr. Edhe kështu pra, edhe mandej, ose janë disa pi marrin fëmijët edhe s'po mundin besa me rujt moralin, ose po dojnë mu martu me tu i pas burrin, po dojnë mu martu e ish burri po dhët ku po mi merë vajzat, ku me di qfar pedofil burre ki, qfar manjak seksuale ki, ku me di qka mi ban vajzave të mija, a nana s'po dojnë mu nda, prej fëmijëve, e tjera, kështu pra. Luan 1, 2, 3. Pastroje fjalorin se për ndryshe e ki blok, po tash ta bona vetëm mute. Të nderuar miq, ky është TikTok im i vjetër, kaloni ju lutëm te TikToku im i ri, Iqbal HB. Që po e qesë në prapavi, edhe ma boni follow. Dhe kush ka dëshirë diçka me pyet, mund të